Në vazhdën e aktiviteteve, ekspozita, kujtesë në fotografi, xhamitë e shkatruara gjatë luftës në Kosovë dhe Bosnjë-Hercegovinë, sot është hapur edhe në qytetin e Vushtrisë. Fjalë rasti në këtë aktivitet mbajti drejtori për veprimtari botuese nga Bashkësia Islame e Kosovës, Ramadan Shkodra, i cili theksoi se përtej kontekstit historik, kjo ekspozit dokumenton shkatrimin e kryer me përmbajtje kriminale. Kjo ekspozit është edhe më e veçantë, sepse kalon kontekstin shqiptar dhe është bashkëpunim me riasetin e Bashkisë Islame të Bosnjës, duke paraqitur sakralocidin serb në të dy vendet dhe në të dy kulturat. Ekspozita dokumenton e fakton me forcë që sjell fotot e ekspozuara, shkatrimet e kryera fillimisht në Bosnjë-Hercegovinë dhe në Kosovë gjatë viteve të 90-ta nga forcat serbe, e që dëshmojnë ndërmarrjen kriminale, që rezultoi me sakralocid të planifikuar, të kryer për të fshirë identitetin e dy popull, vetëm se i takonin një etnie dhe një besimi tjetër. Ai theksoi se këto veprime dëshmojnë një sakralocid që synonte eliminimin dhe zhdukjen e identitetit të popujve vetëm se i përkisnin një etnie dhe besimi tjetër. Qëllimi i ekspozitës së sotme është rujtja e kujtesës kolektive, si mënyra jonë për të siguruar që këto ngjarje mos përsëriten, dhe asasi të mos nxisin hakmarrje apo urrëtie. Përkujtimi i skalurës dhe rujtja e kujtesës kolektive janë thelbësore për rujtjen e paqes, respektimin ndaj vetës dhe ndërtimin e një bashkëjetese të qëndrueshme. Pra, ekspozita e sotme synon të na ndihmojë të mos harrojmë të kaluarën dhe këtë ta transmetojmë tek brezat e ri, jo për hakmarrje, po për njohje të historisë dhe për ndërtimin e një së ardhmes me një dinjitet, paqe dhe siguri. I pranishëm në këtë ekspoziti është edhe kryetari i komunës së Vushtrisë, Ferit Idrizi, i cili e vlerësoi lart këtë ekspozit, duke theksuar rëndësinë e kujtesës dhe të ruajtjes së trashëgimisë fetare. Ai shprehu rëndësinë e objekteve fetare duke nënvizuar dhimbjen dhe përgjegjësinë për ta ruajtur këtë histori. Dhe krejt kjo kishte për qëllim sepse po ta zhdukësh një popull fizikisht, bën një gjenocid, por mbetet kultura, trashëgimia, historia përmes objekteve fetare. Në mënyrë që të zhduket çdo gjë dhe mandej të ndërtohet një histori e re, të modifikohet historia komplet, atëherë do i bërë edhe kjo e dyta, pra të bëhet një sakralocid. Edhe këtu në komunën e Vushtrisë, në qytetin e Vushtrisë, ka ndodhur i njëjti sakralocid, duke shkatruar objektet fetare, xhamin e qendrës, se ajo që sot e kam pikë në zemër është se nuk është ndërtuar xhamia në atë arkitekturë që ka qenë. Ndërkaq kryetari i Këshillit të Bashkësisë Islame në Vushtri, Ejup Haziri, falenderoi të pranishmit për pjesëmarrjen dhe rikujtoi rolin që këto fotografi kanë në ruajtjen e kujtesës kolektive dhe në përcjelljen e së vërtetës tek brezat e rinj. Me lejoni që fillimisht në emër të Këshillit të Bashkisë Islame të Vushtrisë të uroj muajin e bekuar të Ramazanit dhe njëherë të ju uroj mirëseardhjen në këtë ekspozit. Kjo ekspozit synon të ruajë dhe të promovojë kujtesën kolektive përmes artit të fotografisë, kujtesa në fotografi. Në këtë aktivitet morën pjesë përfaqësues institucionesh, imam dhe qytetarë të shumë, të cilët patën mundësinë të shohin nga afër dëshmitë fotografike të shkatrimit të objekteve fetare gjatë luftës. Duke qenë se unë kam përjetuar luftën vetë dhe kam pa këto objekte me sytë e mi pas luftës, është një ndjenjë shumë e veçantë. Mendoj që është një ekspozit shumë e rëndësishme për ato gjenerata, sidomos për ato që nuk kanë parë. Gjeneratat e pas luftës është shumë ndjenjë e thellë shpirtërore për neve që kemi pa, po për gjithë, sidomos për musliman, e për gjithë shqiptarët në përgjithësi. Duke i vizituar këto objekte, këto fotografi, në veten time mendova që objektet mund të na i rënojnë, po shpirtin nuk mund të na e vrasin, nuk mund të na e rënojnë, ne jemi ripërtri përsëri me objekte, me njerëz, me të gjithë.
Ne sot nuk u mbledhëm për të parë këtë ekspozitë muret të rrëzuara, por për të parë sakrificën e popullit Kosovës, njëkohësisht të Bosnjës, për burtës që ka ndjekë duke pas parasysh që është prek gjendja emocionale e tyre në aspektin fetar. Dhe kjo tregon shumë sot për qytetin tonë, ku ne si aktivistë shoqërisë civile që kemi marrë pjesë në këtë ekspozitë, është që të shohim ato mbrojtjet e paraardhësve tonë, të cilët kanë hjekur me sakrificë që ne sot pagëzojmë këtë liri. Padyshim kjo ekspozitë do të kujtesa në fotografi është një ekspozitë mjaft e pritur për ne dhe me shumë kënaqësi kemi planuar bashkëpunimin nga ana e Bashkisë Islame këtu në Vushtre. Natyrisht ekspozita të tilla janë të mirëpritura për ne, mes që e mbajnë të kaluarën gjithmonë të gjallë dhe që jeton gjithmonë me ne. Po, kjo ekspozitë e kthen kujtesën historike përmes fotografisë që janë të paraqitura xhamitë e shkatruara, të djegura në Kosovë dhe Bosnjë e Hercegovinë. Është një ekspozitë jashtëzakonisht e vlefshme për të gjithë neve, për qytetarët, dhe do të kthen kujtesën historike të asaj që ka vërtet ka ndodhur në fund shekullin e kaluar në vitet e 90-ta. Besoj që nështë edhe vetë jam i gjallë që kom përjetu këto shkatrime që kanë ndodhur edhe në komunën tonë Vushtresë, po edhe fotografitë që e në bërë në fillim me njëherë pas përfundimit të luftës në gjithë teritorin e Kosovës. Besoj që është një memorje e mirë, një përkujtim mirë për gjenerata që vinë, përkujtojnë domthonë një luftë shkatruese, sidomos një gjenocid që është bërë edhe mbi objektet fetare, po marr parasysh edhe në Kosovë edhe në Bosnjë që ka qenë domthonë pikë synim dhe qëllim i atij regjimit. Kujtojmë se ekspozita do të vazhdojë të qëndrojë e hapur për publikun në Vushtri deri të premten me 27 shkurt 2026.